Në atë që cilësohet si një prej investimeve strategjike për turizmin në veri, rruga që lidh Shëngjinin me Velipojën e zhvilloi takimin me përfaqësues të bizneseve të këtyre dy zonave kryeministri Edi Rama. Ai theksoi nevojën e krijimit të një infrastrukture që synon turistë elitar, ndërsa cilëson zonën si një ndër më të bukurat e Europës, që meriton një zhvillim me standardet më të larta. Përfundimi i kësaj rruge të re është vërtet një moment lehtësimi, sepse me këtë rrugë të re, si dhe me segmentet tjera të kësaj natyre që kemi investuar apo po vazhdojmë të investojmë për Shqipëri, i zbulojmë shqiptarëve, por edhe turistëve një pjesës të magjishme Shqipërie që deri dje ishte pak se sushme. Dhe patjetër që fuqizojmë mbështetjen për të gjithë ekonominë vendore të Shkodrës dhe të Lezhës, e nuk diskutohet, shtojmë të ardhurat të tjera për ekonominë tonë kombëtare. Kryesocialisti u ndal edhe tek projektet në zhvillim dhe të tjerë që pritet të nisin, ku zgjolli të ironizoi ata që akuzojnë se Veriun e ka përjashtuar nga investimet. E kam vërtet bezdi kur më thonë ca Veriu e lat, jugu, investonin jug. Po të shikosh çfarë kemi bërë ne investime në gjithë zonën e Veriut, atëherë kupton edhe pse ka zhvillim turizmi dhe pse ka zhvillim ekonomia në Veri. Me Milot Balldranin kemi pasur disa vështirësi që kanë qenë të lidhura me procedurat, pasi na është dashur ta ribëjmë garën për arsye të gjitha standardeve dhe kritereve vendosura. Urojmë dhe shpresojmë dhe besojmë që në ditët e ardhshme më në fund do të përmbyllet i gjithë procesi dhe do duhet të bëhet e shpallja e kompanisë fituese për të firmosur kontratën dhe për të filluar punën edhe për Milot Balldranin, ndërkohë që kemi në proces edhe Milot Moriqanin, në mënyrë që të përmbyllim gjithë korridorin blu. Sa i përket projektit të urës që lidh Ulqinin me Velipojën, Rama tha se nuk kanë patur shumë sintoni me palën malazeze. Sipas tij, ky projekt do të rrisë flukset e turistëve, sidomos ata ditor midis dy anëve të kufirit. Për urën, vonesa, burokratësira etj. Se ankoheni ju për vonesa dhe burokracirat këtu, po do të vazhdojmë të shtyjmë për urën, sepse është shumë e rëndësishme që të krijojmë një vijë të pandërprerë dhe kjo do t'ju sillte juve shumë më tepër flukse dhe do sillte dhe shumë turistë të ditës që shkojnë dhe vinë midis dy anëve të kufirit. Kryesocialisti u ndal edhe tek informaliteti i Airbnb-ve, teksa tha se janë shumë të përhapura, por shtoi se ende nuk përbën një kërcënim për strukturat hoteliere. Rama në Velipojë inspektoi edhe kantierin e OSSHE, ku po përmbyllet një investim i domosdoshëm për rritjen e fuqisë energjetike të kësaj zone me ngarkesë të madhe në sezonin turistik, si edhe në zhvillimin e mëtejshëm me projekte të tjera të hotelerisë me 5 yje. Gjithashtu po punohet edhe me projektin e ngjashëm për Alpet, ku turizmi ka imponuar një investim të konsiderueshëm për rritjen e fuqisë së rrjetit të energjisë. Kemi disa projekte me shumë rëndësi këtu në Velipojë, kemi disa zhvillime me sipërmarrjet vendase në hoteleri të nivelit lartë, që praktikisht janë shumë transformuese, mirë po duhet të ketë mbështetje me energji, se ndryshe është rrit shumë kërkesa për energji, po gjithsesi besoj që jemi në rrugën e dur për ta përballuar dhe kapërcyer biles këtë nivel nevoje në gjithë Shqipërinë, besoj. Velipoja ka peshën kryesore të zhvillimit ekonomik të Shkodrës, por sa për këtë ardhurave, sidomos nga turizmi. Kështu që ky investim është drejt për drejt i lidhur me mbështetjen edhe gjithë hollit që po merr tani dhe nga kombinimet e infrastrukturës rrugore, po kthehet në një qendër Velipoje edhe ekonomike.